Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Rezja jon, pikërisht nga kuzhina, aty ku lind dhe nis gjithçka, edhe në familjet tona. Si të kam sot? Në më të mirën e mundshme. Kemi mësuar këtë refren. Shpresojmë që edhe anvisat tona të jenë duke na ndjekur dhe të kemë bërë gati ato rutinat e tyre të mëngjesit, kafja, patjetër mëngjesi dhe mendimi për drekën, se çfarë gatuajmë në drekën e sotme. Ne si gjithmonë sjellim jo vetëm drekën, por edhe darkën e ndonjë recetë ekstra që ju t'i keni të gjitha gati. Atëhet e gati dhe unë po i bëj gati. Normalisht që më duhet mishi freskët kështu ngjyra duket. I viçit. Me çfarë gatuajmë sot mishin? I kam prerë gjitha bashkë me po mund të themi dhe gulash hungarez. Gulash hungarez po të them unë, se gulash është vetëm hungarez. Pse është? Sepse bëhet vetëm me muskulin, vetëm me muskuj, jo me pjesë të tjera, bark ose gjë, vetëm muskujt. Atëherë këtu e kam të prerë në shirita të hollë, që të bëhet akoma dhe më shpejt, sa më të vogla të jenë këto, që të jenë si kafshatza, aq edhe më mirë është. Kam spec të kuq, spec jeshil, patjetër kam domaten të prerë në kubik, kam spec të kuq dhe salcë domatesh e koncentruar. Pra të ngjyrën dhe përshijen e veçantë që unë e shoqëroj me specin e ëmbël ose paprika. Normalisht kam hudrën, dafinën, nëse doni po, faktikisht opsionale është edhe vera, dhe nëse është vera e thatë. Gjë që unë nuk po e përdor, pra nuk po përdor dafinën dhe kam larguar verën, se janë të dyja opsionale. E mirat mirave është që ne të kemi pak miell, sikurse dhe kos. Kosi të jetë i thartuar, dhe mielli është ajo lidhsa e duhur. Këtu unë kam qepën, gjë që e kam skuqur më përpara. Kam speca që i kam prerë imët dhe ne po të duam, sepse gjithmonë me qa shoqërohet. Po shoqërohet me pak zbuk të thekur. Me kafshatza. Të gjitha i thash, bimët aromatike po, ujin po sepse e përdor nga bimët aromatike dhe duhat prezenca jam. Po, apa do lapa, ku që shohëm brava. Këtë dyja jemi këtu. Oreksi. Qepa që nga karamelizuar, erësuar, I kam shtuar pak fare sheqer, nuk e kam prerë imët, sepse nuk më duhet që t'jetë imët, por më duhet që të jetë... Që nga receta që është gulash, e do copën edhe të mishit edhe të perimeve, zënozet të qepës. Paka shumë të jetë, ose presem edhe në gjysëm hënë. Dhe mishin normalisht në shirita. Në shirita. E më gjitha i thash. Tani nga mbete vetëm të ekzekutojmë. Patjetër. Të vazhdojmë të tregojmë hapa si përgatitet receta e gulashit. Gulashit hungarez. Her pas here ndërhyjmë pak edhe tek traditat e vendeve të tjera për ta pasuruar kuzhinën tryezën tonë. Ndërkohë në ekran shikni dhe përbërësit me gramaturën përkatëse, mund t'i bëni direkt një foto ose mund t'i shënoni dhe unë do t'ju ndihmoj t'ja lexoj anvisave që janë duke na ndjekur. Gjend me mishviçi ose një gulash hungarez për vetë faktin se procesi, produktet janë të kësaj recete, por adaptohet apo përshtatet shumë mirë me kuzhinën tonë. Vaj ulliri ju duhet, mish viçi, pak miell, një qep e madhe, 2 thelpinj hudhër, një spec jeshil, një spec i kuq, 2 lug salcë domatesh dhe 2 lug paprika. Salcë domatesh nga ajo erta e koncentruara dhe po ashtu edhe 2 lug piper të kuq të ëmbël, 2 domate të mëdha, pak verë e bardhë dhe fat, e fat ne sot nuk e kemi verën, 300 ml lëng mishi, 2 lug gjelle majdanos, 150 ml kos i thartuar dhe krip piper i zi. Kemi ndonjë gjë me limon, sot ne që më ka vajtë të limoni mua. Verun e shtoj këtu, po është opsionale. Është opsionale. Ne kemi verën, po e shtojmë, s'ka problem, është receta e tillë, e shtojmë. Vendos. Salcën. Kjo salca duhet razuar mirë në... Përse është e koncentruar derisa të marrë atë ngjyrën e këndshme. Pakës fare. Uj bimësh aromatike. Majdanos koper, të cilat lëshojnë këtu tek uji
elementet e tyre, ndaj uji nuk e hedhim asnjëherë. Kur ne i lajmë i pastrojmë, i vendosim këtu, dhe ato përmes kërcellit të tyre lëshojnë ato nutrientët të cilët janë po aq të domosdoshme të rëndësishme. E kemi thënë që majtanozi ka më shumë vitaminë C se sa limoni? E kemi thënë. Ashtu. E kemi thënë që na jep shije gatimeve, e kemi thënë. E kemi thënë vazhdimisht që duhet të përshtatet me çfarë gatuajmë ne. Po. Jo çfarë pëlqejmë ne, po çfarë gatuajmë që të kenë kombinimin e duhur të shijes dhe të vlerave të tyre. Kam pra masën që unë shtoj domaten, 1 deri në 2 domate, dhe patjetër që shtoj dhe speca. Një jeshil, një të kuq. Jeshil dhe të kuq. I kam prerë në kubik të vegjël, jo në shirita. I përzijej mirë. Mirë pse i largoj unë këto? I largojmë dhe sërish do të shtoj një sekond. Do të shtoj pakës ujë. E lë që të bëhet avash. Kështu? E kaloj në këtë nxehtësinë tjetër. Do trajtoj mishin i bie të kaudiset. Shtoj yndyrën. Marë hua. Sepse duhet që të trajtohet më mirë se sa bashkë me perimet në këtë formë mishi. Nëse do t'ja hidhnim dhe mielin aty bashkë me perimet, nuk do të kishim rezultatin e duhur të qepës apo edhe të domateve dhe specave. Kështu që trajtojmë më vete. Derisa pjesët e mishit ta arrin dhe të shkëputen. Në këtë formë edhe nuk na ngjit në tigan. Kjo është edhe arsyeja. Pra, izolohet pjesa e lëngjeve brenda, ama ma dikur gjyshet tona merrnin përpara dhe fshinin duart. Po normalisht tani kjo është gjëja më e mirë. Kjo është gjëja më e mirë, se përpara nuk ri për bukuri, është për të fshirë duart. Yndyra. Edhe kam parë ca që mbajnë dy, një që e mbajnë kështu të gatuar, ashtu duart. Ato që janë në shtëpi, kjo pjesë është që mos të kenë bir pikat e vajit dhe pjesa tjetër që varet këtu është për të fshirë duart. Gjyshet tona mençurake i kanë ditur pa shkollë, i kanë ditur gjërat. Po sepse është gjithmonë nevoja. Të kë pjesa e përparses, po flasë edhe në raport me recetat që ato kanë gatuar, e para për të mbijetuar familja dhe dyta për t'i përdorur produktet e tyre bio, si që kanë qënë dikur për rritës së vërtetës. Unë shoh që kam pak, normalisht, mishin. E pres, shife? Kam zgjedhur mirë, është muskull, shiko, nuk e pastrojmë, e lëm të tillë. E presim, nëse unë filloj dhe e pres të tillë, ana kundërt është që mua nuk më ndihmon. Prandaj dhe prihet në drejtim të fijeve të tyre, të muskulit. Sërish shtoj edhe pakës fare miell këtu dhe sa merr, sa lë. Pra kemi shtuar mishin në një tigan dhe perimet në tiganin tjetër. Marr dhe e pastroj. Sigurisht në përfundim më pas të recetës do të bashkohen edhe aromat, erzat, shijet, lëngjet e mishit. Do ta lëm që të marri pak ngjyrë, të përthithen komplet lëngjet e tij dhe më pas të vazhdoj receta bashkë me kosin dhe erzat e tjera që nuk e kemi shtuar. E lë pak sa unë pa që ti nuk i hodhe krip mishit që në fillim. Nëse unë shtoj krip, është forcimi, forcohet mishi. Është dhe arsyeja që kripën ja shtojmë në fund, pasi të ketë kaluar ai procesi kaurdisjes. Shtoj masën e piperit,
Sikurse të gjithë të mas kripe që më duhet. Po. Nuk shtoj pra asgjë tek mishi. Do të shtoj piperin e kuq. Dhe sërisht merre me trazimin e salsës. Shtoj gjethin e dafinës. Super. Kam një thelpi hudhër dhe të gjithë të përbërësit Janë përdorur. Dhe lëmë të marrin kohën e tyre të gatuhen. Dhe kështu në tigan përfundon dhe receta, e lëmë të zi aty, apo mund tjetë dhe varianti furrës. Faktikisht, janë gatuajnë? gatimet që janë në tigan, gatimet që janë në tenxhere, sikurse edhe në furrë. Për të pasur atë ajkosjen e duhur, mua më pëlqen gjithmonë furra, sepse i lë vetëm një 10 minutë dhe bëhet ajkosja e duhur duke i shtuar qumësht, në rastin tonë do të shtoj kos. Do të shtoj edhe thelpit e hudhrës. Nëse duam ne, janë dy variante. Nëse duam ne, marrim thelpin e hudhrës dhe e kalojmë në vaj, pra në vaj të ngrohtë, është tjetër e ngrota, e nxehta, e djegura, vaj ftohtë. Pra janë komplet ndryshe. Normalisht dhe efekti i gatimit ndryshon, dhe shija ndryshon. Pra nuk mund të marrim, vendosim gjitha në të ftohtë edhe mbaruan. Sikurse kemi edhe, siç kemi thënë, në vaj në të gjitha me bluarit të ftohtë, me bluarjen, pra të gjithçka ndryshon. Prodhimi tani që është i vajit ullirit. Ka procese, po nëse ne sigurohemi ose ndjekim vetë atë procesin në fabrikë, se njoh shumë njerëz që blejnë ato ullinte dhe shkojnë i përgatisin vajin në një fabrikë të vajit të ullirit, vetëm për këtë procesin e të ngrohtës dhe të ftohtës të përpunimit. Sigurisht që në proces të ftohtë marrim një vaj më cilësor se sa në procesin e nxehtë apo procesin e ngrohtë, ku shumë element të rëndësishëm të cilësisë së vajit të ullirit do të humbasin nga procesi për shkak të temperaturave të larta. Madje janë dhe disa truke të tjera që kësmet në ditët në vijim do të na i shpjegojnë ekspertët tanë në studion tonë. Tani e lëmë pak mishin dhe shkëputemi për një minutë. Edhe që të kem kohën tamam të duhur, siç kanë fetët e bukës, i bëj pak me krip dhe direkt tek mishi, se marrin ato aromat e mira të mishit. Dhe ne rikthehemi pas fiks një minute. Ju presim përsëri. Mirë se erdhët përsëri, ne po vazhdojmë të përgatisim ngjellën me mish viçi për ta parafruar me gulashin ose gulashin hungares, duke shoqëruar me këto bukëzat e pjekura aty tek mishi, të kryposura dhe të aromatizuara, pse jo? Sepse të tilla më duhen. Shtoj. Ne po e shtojmë edhe verën, e të presim të avulloj. Masën e vetë derisa të avulloj alkooli. I vë kapakun se të është akoma dhe më mirë. Shoh që pra kemi këtë ngjyrën e duhur, kemi zbutjen e qepës tamam normalisht, nëse unë filloj të bëre me qepën në fillim të emisionit, nuk do kem, sepse vetë qepa kërkon të paktën 20 minuta, 20 minuta avash avash. Ndryshe do digjet. Kurse tek mishin, nëse unë kam mishin e duhur dhe normalisht që kam mishin cilësor, që është ekstra, as cilësi e para, se 2 e 3, po është ekstra, unë e kam për 15 minuta, unë e kam gati. Pastaj është kjo pjesa e parë, mishi është gati. E lë derisa të filloj të marrë dhe pak ose fare krip që kam këtu. E në të shtojmë kripën. Një prekje sheqer. Më ul aciditetin. Ka shumë salcë. Masën e kripës që e shtoj, sikurse duke e ndihmuar me pak ose fare piper. Normalisht.
pozicionet. Kaloj masën e mishit. Dhe sigurisht do ta lëmë që të përthithen ato aromat shihet me njëra tjetrën, si nga perimet ashtu edhe nga mishi, gjithmonë në temperatura mesatare ose poshtë mesataresh që të qëndroj pak e lëngshme, jo e thatë fare. Bëhet avash. Avash. Largoj kapakun që kam këtu. Kam kosin. Kosi duhet jetë i thartë. Bie që pasi të kenë nxjerrë ato do shtohet edhe kosi me atë aftësinë e vet, pa na ëmbëlsuar gatimin. Nuk është sepse është kosi i thartë, kur është kosi i thartë, prandaj zgjidhet i thartë. Pak vaj. E prekje krip. Derisa të bëhet kjo masa e një trajshme, pa këto kokrizat e kosit. Nëse këto kokrizat e kosit që janë kështu të tilla, normalisht do të bëhen celula në gatim. Prandaj dhe duhet të jetë e një trajshme. I bie që do ta lëmë që të ftohet pak apo në të nxehtësinë e gjellës. Jo, në nxehtësi, sepse nuk është që të konsumohet për shembull si puna e djathit që vendosim sipër një copë djath. Pra, fillon trashja. Me pakës miell, diku tek 30 gram, unë kam masë më të pakt, kam më pak, gjë që bukëzat janë për ta shoqëruar tek pjata, që është tamam një pjatë e kompletuar, duke gjellë. Mirë. Jo, ta lëmë dhe pak të zjej mishin bashkë me perimet e tjera dhe do ta servirim pasi të ketë përfunduar. Shifej një ndoshta për domatet më tepër, mishin gjithashtu. Pra duhet që domatet, sepse qepa e ka kaluar atë procesin e duhur. E kaloj, një sekond, të vendos edhe bim aromatike unë këtu. Çfarë i shkonte? Do të shkonte majdanozi më shumë. Majdanozi shkon. Aq sa më duhet. Nuk është çështja që unë kam, po kaq sa më duhet. Përdorim më pas sërish në gatimet e tjera. E një dorë. Dhe gjithë masën që unë e kam prerë, e kaloj. Dihet që aty janë aromat të forta, pak nga salca, nga domatja, nga mishi gjithashtu, kështu që duke shtuar një dorë me majdanoz të freskët, ekuilibron pak këto aroma që sapo thash. Më duhet ta shtoj me ujë të nxehtë. Shiko çfarë ngjyre që ka. Këto kafshatëza do të na shërbejnë për të ngjyrë. Pra, nëse ne themi gulash, ky është gulashi. Nuk ka ndryshe, ngjyrën e do të theksuar, don specat i do patjetër dy ngjyrshe, ose siç fillojmë, ose në kubik, ose shumëta në mishi, nuk duhet kubik, sepse mishi duhet jetë pjesë hollë, pra duhet jetë muskull, duhet jetë në shirita që të bëhet sa më shpejt. Nëse janë ato kafshazat e vogla në kubik, normalisht kërkon akoma më tepër. Mos harroni, asnjëherë një spërkatje me miell, sepse na ndihmon. Këtu unë do të shtoj kosin, pak fare ujë këtu të nxehtë, e largoj nga procesi nxehtësisë, se ne e dim shumë mirë, që vazhdon ende zjerja, dhe kos dhe miell. Ja, pra nuk u kriju asnjë nga ato celulat që thamë. Nëse ne i shkojmë si duhet hap pas hapi gatimit, nuk ka shans. Ka për shembull ky largimi i tiganit, se nëse do të zjente mbase dhe mund të rrezikoni, më po e largojmë, ajo e nxehtë do të jetë përsëri, por ndryshe është kur zihen. Ujë.
Dhe ja kështu serviret e ngrohtë. Ne mund ta servirim tani. Do ta lë pak fare, shumë pak, do ta lë shumë pak që të qëndroj, pra ky quhet kremi kosit. Po. Kam se të marrë unë krem kosit, duke qenë se kam kosin afatuar, me pak fare miell dhe ja ku kam këtë rezultat. E lë që të qetësohet, sigurisht. Paksa më njan. Pas gjitha këtij trazimi edhe vendosjes së që doli? Po. Ta servirim pas një pjatë të madhe, siç serviret për gjithë familjen. Merre pjatën tek raftet tona, vendosim edhe bukën, ndërkohë përsërisim edhe një herë recetën e shkruar të këtij gatimi, gjell me mish viçi. Një gulash hungarez, ju duhet 4 lugë vaj ulliri, mish viçi, pak miell, një qep e madhe, 2 thelpinj hudhër, një spec jeshil, një spec i kuq, salcë domatesh, paprika, piper të kuq, të ëmbël, 2 domate të mëdha, pak verë e bardhë dhe that, lëng mishi, majdanos, kos i thartë, krip edhe piper i zi. Dhe rezultati është kështu. Servirim pak të pjata tani. Kështu, jo, kështu është rezultati. Super. Edhe sa mirë që zgjodhe edhe këtë pjatën e bardhë që të theksohen ngjyrat, po edhe të thellë patjetër. Edhe pakës fare. Tani po i bëj me të vetes. Lëm këtu. Që ne nisim kështu me këto kafshatët me ngjyrje dhe pastaj vazhdojmë me Kjo mund tjetë gulash hungarez, por nuk do thotë që përshtatet me shijet tona. Ne pak ka shumë kemi çomlekun. Po. Ta marrun tani ta vendos tek tryeza. Kjo është pjata jone e parë që ka përfunduar së gatuari, së zjeri dhe ja u sugjerojmë edhe juve. Do ta keni patjetër edhe në YouTube-in e Reze Dielli nga e para me videon e gatimit dhe me mënyrën patjetër të përgatitjes. Tani do të shkëputemi për pak publicitet, se na duhet të sistemojmë edhe tryezën, bëjmë dhe kafen ton lavaca dhe rikthehemi me makaronat e ushtarit. I dini juve, brezi i di, makaronat e skuqura. Që ka urdis pak, po. Që i ka urdis pak. Rikthehemi pas reklamave. Mirë se erdhët sërish në pjesën e fundit të, po jo më të pak të rëndësishme, se janë dhe 2 receta për të gatuar, kështu që në këtë hapësirë do të përgatisim makaronat e ushtarit të Albana. Dëgjoj, një sekondë, i bjen, mirë e the, jo më pak të rëndësishme, por më e rëndësishme në atë kohë, ushtari mbron të vendin, dale, ishte siguria dheut. E çfarë hante? Po çfarë hante i shkreti? Unë them gjithmonë që domatja me zi ma veten, kur thonë Albana për shumë, domatja të bërë mirë, me thot Niki, për zemrën e për këtë, do më them shkreta, domatja me zi ma veten e do maj mu. Kurse makaronat e shkreta që ishin hashin për 2 orë, e kishin paruar atë, ushtari do mbron të dhe. Shprej për ata që duan të hanë mirë, shëndetshëm, po... Të rendisim vlerat që ka domate, me gjithse nuk e kemi në recetë. Kishim praj, kishim të recetë e para. Të kjo, po vazhdojmë praj, në s'ka problem. Të gulashi këtu. Të gulashi që e servirëm dhe është fantastike. Tak me sy, tak me qepallë, mero pak me mua, nuk ka asnjë recetë më të thjeshtë se kjo. Ka vetëm makaronat të cilat ju i zgjidhni, Albana i pas ka zgjedhur në formën e guackave, se s'është larguar akoma nga stina e verës, po mund të jetë edhe një formë tjetër, një variant tjetër. Çfarë të doni ju? Faktikisht ka qenë guacka ose makarona e gjatë. I skuqnin, i kaurdisnin. Atëre, shtoj masën e gjalpit, që ka bërë nga frigoriferi. Nga një lugë tjetër. Pra, makarona, gjalp, krip, piper, kaq. Kjo është receta, kaurdisura, thjesht për ta kujtuar se si i konsumonin dikur makaronat, pastat, cilat sot vinë nga variantet më të larmishme të përgatitjes së tyre. Dikush një Tiranës këtu përballë me më thot, më thot, paske për të bërë thot makarona me sheqer. Jo, i them, i kam herë tjetër ato makaronat me sheqer. Se kanë qenë makarona me sheqer, patjetër, po. Mes me Tiranësit. Atëre, makarona me sheqer, si mund t'i hash dhe makaronat me sheqer? Po, ja që kanë qenë. Shtoj gjalpin, shtoj edhe vajin. Ja pra ato makaronat me sheqer po flisja. Ato pak kthehen në sheqer ku konsumohen, po shtoj edhe një lugë sheqer. Po, si konsumohen. Pra thuj s'ka nga lartë, konsumohen apo jo? Konsumohen. Marrë dhe shtoj makaronat.
Te gjalpi dhe tek vaj. Tani do merrem edhe me kaurdisjen. Derisa të marrin atë ngjyrën kafe. E më i lë pak sa i lë. Vendos ujin që të vloj. Kam në 500 gram, në një pako unë duhet të kem diku të 1 litër e gjys. Në 250 duhet të kem diku të 700. Tash edhe po shkoj 750, nuk është se u bë qameti, apo 800 mililitra. Unë prapë ujin e nxehtë kam këtu dhe Androniki më thuaj deri ku të shkoj. Ha, të vazhdoj. Vazhdo. Po mirë se s'ka shkoj me sy boll, mjafton. Hapa, po, ja. E lë këtu. Filloj përsërisht. Shi si fillon direkt, nëse duhet marrim pak ngjyrë pra, të skuqen. Shiko se bën. E tregojnë ato skuqen. Skuqen shumë shpejt, ja. Nëse nuk skuqen, do të qyllosen. Por, shtu e ruajnë ato le të forcën e shtoj tyre dhe dhe pak e shihen. skrip direkt në skuqe. Në gatimin tjetër çfarë unë kam? Kam disa biskota. Me? Me ara dhe me portokall. Shtoj dhe pjesën tjetër pakës fare piper. Të gjithë masën e kripës këtu. Filloj dhe skuq sërish. Se zgjodha do të skuqen mirë, të kenë ngjyrë. Që derisa bëhet, unë merrem po. Edhe pak. Edhe sa minuta kemi ne për shembull? Ushtarit. Po çfarë duhen minutat? Makaronat të skuqura, se sa makaronat e ushtarit se dikur i konsumonin të tilla. Shif, kemi makaronat e ushtarit, kemi gurabiet e ushtarit. Se kanë gel. Ato gurabiet me ato ingranazhet. Ato pasat e kuq ishin për ne. Ushtari gjithmonë me më pak kështu gjëra element shtesë. Kurta rofsh ushtar që më ngjan. 7 minuta me qëse. Sa? E treguam. E sa minuta? Por si Xhaxhi Partizan, rrugës unë kur unë kaloj, shoh ushtarin dhe nderoj. U skuqen? Shiko? Vjershat e partisë. Direkt? Jo, bra gabim. Ja, direkt marr ke ujë me krip se e kemi të kriposur. Kapakun edhe jam thjesht sa të mbulohen makaronat e skuqura, guacka, pak gjalpe dhe vaj, i kaurdisni, shtoni ujin me krip dhe ato zjejnë, mund t'i shtoni për ta sjellë në ditët e sotme, sigurisht edhe një copës djathi sipër dhe ju bëft mirë në rastin kur do t'i gatuani. Tani kalojmë te biskotat, se është një recet stinore, themu, se ka portokallin, aromën e portokallit, arrat po ashtu. Shohim një herë produktet, çfarë na duhet për përgatitjen e biskotave me arra dhe me portokall. Interesante në kombinim. Na duhet një filxhan e gjysmë me miell gruri, pak miell misri, gjysmën e filxhanit me miell misri, një lugë pluhur pjekës, gjysmë lugë çaj krip, gjysmë filxhani gjalp i zbutur, gjysmë filxhani sheqer, një vezë, 2 lugë gjelle tul portokalli, gjysmë filxhani arra të grira holl dhe vetëm 2 lugë gjelle qumësht. Kaq. Përbërësit i kemi lexuar, të shkruara në recetën tonë, tani fillojmë me përgatitjen. Vezën. Shtoj masën e sheqerit. Shtoj masë, kripe. Këtu. Shtoj pluhurin pjekës. Niki këtu. Tulin, urdhëro. Të gjitha, të treja, apo? Se pas masave. Po ja, ato ti, vërë, gjitha dhe ja. Jo, më thashtë lija njërën ta konsumonim kështu si që është. Kam 1 kile. Ke marrë 1 kile, bravo. Lëkurat, dihet, janë shumë të mirat për aromën e shtëpisë, janë shumë të mirat konsumohen të portokallit për kolesterolin. Shtoj qumësht.
e përzijej sërisht. Kam vaj ose gjalp. Ndërgjegjësohemi pak, se nuk u bë dhe qameti, dhe shtojmë vajin. Diku tek gjysmë filxhan. Sepse unë nuk dua të vënohem. Kam përzierje, direkt Androniki, direkt. A the kemi aq minuta? Njëra që ndroi. Një për ty e një për mua. Do kërkojmë minuta shtesë për t'i përfunduar. Do të shtoj miell misri, miell gruri. Bravo. Aty. Me inat. Tull, krem, tani nuk duhet si qështë. Shumë duhet, nuk duhet e holluar, sepse ndryshe unë do kisha marrë një sit dhe do t'i kisha holluar. Shtoja? Të gjithashtu si qështë. Në tull. Je shumë gose mirë. Ne shtuam 2 portokaj. Edhe arat, asi gjë tjetër të shti. Të po i krik shumë e thikë, po i coptoj. Tani, shtoj miell gruri, sepse mielli misrit duhet jetë më pak, edhe mielli gruri duhet jetë më shumë. Bravo, që janë të në copza, në copza. Dhe ja shtojmë tani. Shtoja direkt. Shtoja direkt. Formojmë tani atë masën që duhet të brumit dhe furun të parangrohur për t'i pjekur ato. Pra nuk do jenë biskota. Nuk të duhet tjetër miell, marrim një tjetër paketim. I vendosim kështu me lugë? Po. Okej. Do gjë, po duhesh miell, gjithë miell që kemi aty, ne po donim me farina, apo? Po. Pra, siç e keni të tillë, vetëm se do marr një lugë tjetër, se ndoshta më të madhe? Jo, të tillë, po. Duhet ujë? Më duhet pakës fare ujë, ja këtu. Ja ta shpëlajmë. Ja, kam këtu fare, mos u shqetësoj, ja ku kam këtu. Që të lagim lugën dhe i vendosim lug në një tavë ku kemi vendosur paraprakisht një letër pjekjeje. Të tilla. Të lumë dora, të lumë do... moj nëna minushë sa nusë të vyrë që ke. Cilën do nga këto? Të bardhën, të bardhën. Të bardhën të. Të bardhën. Të tilla. Nuk hapen, do të fryhen, do të mpiksen direkt nga temperatura, ndaj duhet në temperaturë 200 gradë. Shumë të buta. Krijojnë atë plasaritjen e vetë. Kjo është edhe arsyeja që unë e zgjodha në fund fare. Dua një temperaturë shumë të ulët. Në pjekje, në 180 gradë. 200. Ja, këtu. Kanë harat brenda shijen e portokallit dhe ne duhet të përfundojmë. Duhet të përfundojmë? Ja. Do t'i tregojmë të pjekura në rrjetet tona, në YouTube do t'jetë fotoja në coverin e video, si që ndodh gjithmonë. Servirin vetëm makaronat shpejt për të parë rezultatin e tyre. Dhe ju lëm pastaj në fleshin informativ për t'u rikthyer përsëri në rrezen ton, ndaj ju presim pas kësaj shkëputje për informacionet e përditësuara të 24 orëve të fundit. Të ketë edhe në pikë se të bëhet pak si gjelatinoze. Po. Ju presim pas pak, do të rikthehemi në rrezen ton. Të lumshit.
Mirë, në vijim të Reze Dielli, juftoj të ndiqni historinë e një bletari. Ai është Aurel Isa. Ka një histori interesante dhe shumë të bukur të rritjes së bletëve, një jetë me to, një profesion dhe një pasion të trashëguar prej babait të tij. Na tregon disa sekrete në mbashtimin e bletëve dhe po ashtu edhe në prodhimin e një mjalti cilësor, që rrallë e gjen në ditët e sotme vetëm duke u konsultuar me bletëritës. Historia e Aurel Isaj është e bukur jo vetëm sepse ai udhëton me bletët, i dimëron këtu në Tiranë dhe më pas gjatë pranverë verës i çon në Kolonjë në vendlindjen e tij. Ju ftoj ta ndiqni dhe të kuptoni diçka më tepër. Më pas do të rikthehemi në Rezen ton me historinë e dy motrave binjake. Jam Aurel Isaj, jam në Kolonja, banoj këtu në Tiranë. Me bletët udhëtimi im ka nisur ku baba im ka patur bletë në sistemin përpara, i ka patur qef, po nuk lejoj më shumë se 10-15 bletë. Pastaj syri demokracia, i beri dhe në 60 bletë, edhe i kishte jo punë të parë si që kemi sot, po i kishte punë të dytë, bletë për shpinë tonë, për kushërinë tanë. Bleta për mua është një dashuri, ne duam si familje, punojmë si familje dhe e kemi punë të parë. Dhe unë në 2002 jam futur me themel, ku kam takuar një profesor në Elbasani, ai më ka dhënë një shtytje shumë të madhe, ai quhet Todi Toska dhe unë e falenderoj, ai për mua është një bibliotekë, jo për mua, po për tërë zonën. Parku im është me 330 krerë, është i zorshëm që i transportoj të gjitha këto në zonë e Kolonjës që vim këtu, po ashtu dhe kur i lëvizim që ikim për zonën e Bearit që ikim në Kolonjë. Ajde është akoma më vështirë se kemi dhe vapën për para, bleta nuk e do se mbyllet edhe e ka problem vapën, ju hapim rjetat, i djegim, që bleta sa më shumë të freskohet që të marrë ajër. Është kosherja. I kemi vendosur një bugace, është për në zemën, për kurimin e barku të bletës, që të futet bleta sa më e pastër, për dimërim, se në qoftë se e kurojmë në këtë periudhë me shurup dhe me nozevit, ose me lloj të tjera se kanë shumë llojshmëri për nozemën, i futim lagështirë. Sikur bugacja nuk lejon bleta t'i futë shurup që të krijojë lagështirë anash, se pastaj krijohet myku. Gjë shumë e mirë për bletën që të futet sa më e pastër. Në qoftë se ne nuk e kurojmë, ajo del jashtë dhe vetë se bie jashtë se ngelet kosherja me pak mizë ose azjesohet fare. Ne në gjuhën tonë të bletarit themi vdes pastaj. Nuk gjejmë mizë brenda ose në rast që mos ketë ushqim bie poshtë ndryshe me bleta, edhe ka vdekur na mos patje ushqim. Bletën duhet ta duash që të merresh. Janë ca që vinë blejnë për përfitime. Edhe ngelen mes rrugëve pastaj. Se thonë do fitoj, duhet ta duash një. Unë për veten time vi 2 herë ditën në parku, tani që s'ka punë për dimërim, unë vi vetë se ti shikoj, të përkujdesem. Afro pak, plan më detaj, çfarë përkujdesje kërkon bleta? Po, bleta duhet kuruar për variatozën. Variatoza për bletën është një kancer. Në qoftë se nuk kurohet ajo sëmundje, ajo është mori, themi ne, shqip, ajo i pi gjakun bletës, derisa ajo nuk ka takat edhe ngelet jashtë. Dhe pastaj do psohet, bleta ka pillje brenda,
në momentin që s'ka shumë ushtri, pillja i ngelet zbuluar, fillojnë sëmundjet e tjera e pesta, mblidhen të gjitha pastaj derisa përhapen të gjithë parkun. Komplet mali është shqop, mare dhe trumës. Këto kullota janë vjeshtake. Prandaj dhe ne bëjmë shtektimin na qytetërsi e kolonjës, i kam sjellë këtu në Linz. Është shumë kullotë e mirë në këtë periudhë. Edhe unë jam i kënaqur me bletën në ecurin. Ku në zonën tonë bleta ka hyrë në dimërin, këtu bleta është me 4 pjellje. Nuk ka krijuar tufëzimin, vjen me polen, kur është kohë e mirë tani që çel marja, sjell dhe nektar. Marja është kullot shumë e mirë për bletën dhe për njeriu është shumë kurative. Mirë po du t'i mbaj koha, s'duhet jetë koha kështu si që është sot vrenjtur, duhet jetë koha e mirë. T'jetë me diell, se bleta po ufto koha vete për të marrë mare dhe ngelet në lule, atje nuk vjen dot na e ftota këtu. Po bleta është edhe për njerëzimin, nëse s'ka blet, nuk ka jetë. Që në 2002 që jam futur thellësisht, duhet të falenderoj edhe një profesor që quhet Todi Toska. Ajo është një bibliotek për mua. Kjo është mbretëresha, kjo jep komandën zgjojit komplet dhe tërë kjo ushtri që është në zgjua varet nga kjo me. Ky është mjaltë trumze. Vjen dhe jeshil. Mjaltë vjeshtak, që e ka kjo zona këtu, në Linz. E gjithë kosherja ka vetëm një. Ja kur është mbretëresha, po ta shkosh e kishte edhe vezën e lëshovi aty, ishte duke pjell. Si që thash, në zonat e ulta bleta është akoma në aktivitet, në zonat malore bleta ka krijuar tuf, prandaj dhe ne lëvizim. Sigurisht kemi argjet tona, se unë bëj 10 rrugë me blet që i sjellim këte, për arsye vetë se për këtë kullotat i ndjekim, ku janë kullotat ne i ndjekim në mbrapa. Mjalti në koshere nuk ngrin kur, vetë se trashet, nuk ngrin asnjëherë. Rikshu vetë se trashet.
mjalti në koshere, sidomos në korniza që është në dyll, vetë se trashet, nuk ngrin as edhe një herë. Mjalti në koshere, sidomos kur është në kornizë që është me dyll, nuk ngrin asnjëherë, vetë se trashet. Në momentin që ne e vjelim këtë mjalt dhe vijnë periudhat e ftohta, mjalti fillon trashet dhe ngrin. Ata që marrin mjalt rrugëve, që është në dimër sidomos, është vetëm mjalt industrial. Mjalti i mirë ka aromën, ka të djeg në gryk, dhe ndallohet, ai mjalti që është industrial është mjalt shurup, i trash. Vi 2 herë ditën, njëherë para dite, njëherë mbas dite, për kujdesem, shikoj si vinë me polen, i shikoj mos frynë një herë kur është kohë e keqe. Ri për qefin tim i shikoj kur ato punojnë, a ere knaqe. Edhe kështu me është bërë vete ora 9-10 unë do vi këtu. Vjen ora 4-5 prap do vi këtu. E dua këtë zanat dhe më pëlqen pafund. Në Tiranë ne i sjellim në shtator, në 10 shtator dhe i heqim deri në fund të majit. Sigurisht pastaj qershor deri në shtator, në Kolonjë, në Ersek dhe i lëvizin, kemi dhe lëvizje të shkurtra, unë çoj edhe në një rrugë në Pogradec, në Gështenj. Janë të tensionuara 1 ditë, 2 ditë, pastaj bie në kullot, bleta vazhdon punën e saj, bie në polen, bie në mjalt dhe kështu mësohet me zonën. Fillon del ushtria e re, ambientohet më mirë, sigurisht dhe ushtria e vjetër që është gjendja aty, ajo një ditë ka problem, pastaj del në kullot. Me bletën jetohet mirë, por ne duam një subvencionim se na takon, si që kanë shtetet e tjera, të paktën po e bën si Greqia do e takon më mirë. Mirë se erdhët. Në këtë hapësirë do të flasim me 2 vajza binjake. Ato janë Anja dhe Eda. Vinë në studio për të treguar marrëdhënien e tyre të fortë që prej fëmijërisë, jetën, studimin në Suedi dhe faktit që të dyja kanë vendosur të hapin një biznes në Stockholm. Aty ku kanë studiuar, kanë mbaruar studimet për menaxhim ndërkombëtar. Dhe vinë në studion tonë për të rrëfyer për këtë marrëdhënie e tyre të fortë, për t'i dalluar pak cila është më ekspresive, më emocionale, më e brisht, Anja apo Eda. Mirë se erdhët goca. Mirë se i gjetëm, kënaqësi. Tani ju jeni identike apo jo? Ne jemi identike. Identike. Do mos herën e parë. Do mos me syrin e parë. Me syrin e dytë dhe të tretë mund të dallosh Anjën nga Eda. Për shembull, keni ndonjë element të veçantë që e dallon pak fare njërën nga tjetra, ndonjë nishan, ndonjë... Po, në pamje po. Ma më bëjnë dallimi, kam një këtu. Kam një nishan shumë të vogël. Poshtë vetullës së djath, edhe e mbajnë mend njerëzit. Rasin Eda, ti Eda me nishanin. Ndale kthej pa kokë. Gjithmonë ndodh që kur 2 binjake duam t'i dallojmë, gjithmonë do të mbajmë mend ndonjë element tek fytyra e tyre, një detaj të vogël. Më tregoni pak për jetën tuaj, për fëmijërinë tuaj. Kush është më e lirshme për të folur? E kem pasur të lumtur. Si keni pasur fëmijërinë? Ka qenë fëmijëri shumë e lumtur. Gjithmonë kemi qenë bashkë, nuk kemi ndarë ndonjëherë. Jeni veshur bashkë, njësoj të dyja që të vogla? Po. Ka qenë zgjedhje prindërve, do thoya. Mami ka pasur shumë qejf të na vishte identike dhe çdo rob që e blinte 2 herë që të visheshin bashkë. Se kishit edhe një mos të bënte atë dallimin, besoj.
Se thoshte pse ja ke bler më të bukur njerëz, po mua pse s'ma more. Ju keni lindur në Fier apo jo? Në Fier, Edhe familja juaj aty është, aty jeton. Po, familja jeton në Fier. Ndërkohë, sa po mbaruat shkollën? Po, kemi qenë vendoset? 17 vjeçë, atëherë kur mbaruam 17, fund 18 vjeçë që mbaruam gjimnazin në Fier. Edhe pastaj vendosëm që shkollën e lartë të bënim jashtë. E kishim të dëshirën që të venim jashtë Shqipëria. Nuk e dinim ku, si fillim, po që ka qenë, edhe kjo ka qenë një zgjedhje e prindërve për të vazhduar në Stockholm. Për shembull, në Stockholm. Edhe degën e studimit ishte për menaxhim ndërkombëtar. Për biznes. Po, për biznes, menaxhim ndërkombëtar dhe ekonomik. Ka qenë zgjedhje e prindërve, i kanë pëlqyer shumë stili nordik, edhe është një gjë totalisht ndryshe nga Shqipëria, kur tani që kemi pas 8 viteve që kemi jetuar, e dim ta bëjmë ato dallimi dhe është një komplet, është 360 gradë ndryshe. Është një jetesë pak më e qetë. Për shtatët kollaj, më tregoni pak ato vështirësitë apo sakrificat e këtyre ndryshimeve të dukshme kulturore, që tek klima, të ushqimet, traditat, pra jeta juaj aty filloi nga e para. Po, me thënë të drejtë nuk e kemi patur ndryshim drastik, kemi pas gjithmonë njëra tjetrën dhe kjo na ka ndihmuar. Kjo ka lehtësuar. Po, na ka lehtësuar shumë. Nuk e di nëse do e bëja vetëm për shembull, nëse do ta ndërmirja si hap, të veja vetëm në një vend që është larg Shqipërisë, po edhe komplet ndryshe. Kështu që kjo pjesa që kemi pa njëra tjetrën na ka ndihmuar te kjo kur kemi lëvizur. Ka që tregoni pak ndryshimet që kemi ne mes kulturës tonë edhe kulturës suedeze. Çfarë kanë më mirë ata dhe ndryshimi i parë që dhe nëse vete për një javë në Suedi e vëre direkt është thjesht natyra shumë e ftohtë. Do thonë e vëre tek njerëzit dhe në përditshmëri, në gjërat që bën. Janë pak më të distancuar, ndërsa ne shqiptarët jemi pak më të ngrohtë, edhe kjo gjë na ka munguar me të drejtën kur jeton për një kohë të gjatë. Ky është një dallim, pastaj një gjë që na ka pëlqyer shumë është organizimi. Edhe pak kjo qetësia të duhet ndonjëherë që të bëmë më produktiv, na ka bërë shumë herë më produktive, na ka ndihmuar shumë të fokusohemi. Edhe ka ato të mirat, si çdo vend, ka ato anën pozitive dhe ca gjëra që nuk të. Aty në universitet të dyja ishit në një deg, shkoni të dyja në shkollë, biznes të dyja. Kishit shok dhe shoqe nga Shqipëria në universitet? Jo, me thënë të drejtën jo. Ka qenë shumë pak, para 7 viteve kanë qenë shumë pak shqiptar në Stockholm. Tani vitet e fundit kemi bërë më shumë shoqëri dhe njohje me shqiptar, por në fillim jo, nuk kemi patur asnjë njohje. Shoqëria ka qenë internacionale, nuk kemi patur, po. Ruani marrëdhëniet ende me shoqet? Po, shumë. Po, normal. Besoj se fakti që nuk kemi patur familjen dhe kemi qenë vetëm, po jo vetëm, se kemi patur njëra tjetrën, mungesa e familjes na ka bërë që të lidhemi më shumë me shoqërinë, të jemi më social. Po në lidhje me ushqimin për shembull, se kaluat nga një kuzhinë tradicionale shqiptare, që ju mungon shumë aty. Po jo, si ushqimi shqiptar nuk ka, mase jemi mësuar me atë, jemi lind rrit këtu. Ka shumë ndryshim, do thonë konsumojnë patate shumë, gjë që unë dhe Eda për shembull nuk e keni patur shef që këtu. Jo. Po, nuk e di unë. Jam tregoni ndonjë recetë aty në Stockholm që gatuan ata që kanë këtu. Patate me reçel. Patate me reçel. Me reçel shege shumë. Dhe me, si themi, meatballs qofte. Po që nuk kjo është kombinimi tradicional që unë dhe Eda i mësuar pak më duke këto vitet e fundit. Se kur e provuam fillim ishim si e hani, jo reali si e hani. Ju gatuani vetë në shtëpi? Keni marrë një banesë besoj me qira dhe jetoni aty. Kush gatuar nga të dyja? Kush ka më shumë prirje? Të dyja. Kush ka më shumë kohë? Varet nga angazhimet, agenda. Pastaj në fundjavë që jemi pak më të lirë, gatuajmë bashkë, kemi kështu si aktivitet në fundjavë që do shpenzojmë kohë bashkë. Jo se bëjmë ditët e tjera. Tani gjatë javës ju jeni kudo bashkë? Pra keni shkuar, tani keni përfunduar shkollën apo jo? Po, kemi 3 vite që kemi mbaruar. Dhe jeta shkollore ka qenë e pandar për ju? Pra të dyja në kemi qenë në një deg, edhe kemi patur një njëjtën shoqëri. Do të thënë gjithçka ka qenë e përbashkët. Po, ka qenë shumë e përbashkët. Është e bukur të kesh një motor binjake?
Ju ngatronin në shkollë? Në shkollë, në ngatronin, fillimi. Në fillim, kur në shikon, të oh my god, dhe të njeni shumë të ngjashme, po pastaj kur kalojnë kohë, thonë, shiko se nuk ngjani ai shumë, ka diferencë. Edhe në karakter, në... Po në karakter, cila është më karakter më i fort, ose çfarë i dallon karakteret tuaja? Unë mund të them që Anja është pak më spontane. Anja pak më spontane. Edhe në biznes, ose edhe në jetën e përditshme, vjen me ide shumë spontane, edhe unë jam pak më ndryshe. Unë jam pak shumë e strukturuar. Duhet të mendoj gjëra, më organizuar, domethënë do planifikoj çdo gjë me detaje, po, në para... Pra, jo domosdoshmërisht që të jesh binjak, do të thotë të kesh dhe të njëjtin tip, të njëjtin karakter, komplet ndryshe mund të jenë tipet tuaja. Megjithatë, kush hap më shumë rrugë dhe për çfarë zjeni më shumë si motra? Më shumë tolerojmë shumë të dyja. Edhe fakti, shkose, nga që jemi 24 orë bashk, sigurisht që ka dhe zënë, ka pa dyshim. Edhe biznesi që është gjithmonë me vendimarrje, gjithmonë janë ato diskutimet që kemi, po që e kuptojmë të dyja që çdo gjë bëhet për biznes, për të mirën e biznesit ose për produktet. Sepse ju të dyja, pasi mbaruat shkollën, duke qenë se mbaruat një shkollë për biznes, menduat të hapnit një biznes nga zero të dyja, me iniciativën tuaj personale, pa ju ndihmuar kush. Më tregoni pak për biznesin që keni hapur në Suedi. Ka qenë një vendim edhe ky shumë spontan. Po sikur, nga ato vendimet të sikur. Domethënë emri i biznesit është vendosur shumë shpejt. Brenda sekondit. Ishte, okay, si do ja vëm, do hapim një brand, si do ja vëm. Dhe ishte ideja e Anjës që tha duhet të bashkojmë emrat tanë, ta bëjmë pak më personale, pak brandin. Dhe pse zgjodhët pikërisht veshjet intime për të qenë brendi juaj edhe biznesi juaj që prej 3 vitesh operon në Suedi, në Stockholm, keni marrë pjesë në javën e modës apo jo në Stockholm dhe e keni shpërndar linjën tuaj në disa prej dyqaneve dhe qendrave të njohura të Stockholmit. Kështu që tashmë biznesi është konsoliduar për ju të dyja. Më tregoni pak fillimet, si është pritur, gjithçka që dizenjohet, kush merret me dizenjimin e veshjeve, si ka necur, tregoni pak për këtë eksperiencë. Sepse keni filluar nga zero të dyja. Është nisur direkt, spontanisht. Fakt nisi si pasion, nuk ka nisur me idenë që do ta bëjmë biznes ose do shesim. Ka qenë diçka, do dizenjojmë diçka për vete që na bën të ndihemi shumë mirë, edhe shumë feminin. Femërore, elegante, edhe kemi dizenjuar badit e parë, që kanë qenë produkti i parë. Ka qenë koleksioni i parë. Edhe vishnim kudo, i bëm një dizajn në 2 ngjyra. Si arritët të kontaktonit me fabrikat, pra këto janë proceset të cilat kërkojnë pak të këmbgulësh edhe të kesh iniciativë. Po, sidomos kur janë nis nga fillimi që nis jetën, pastaj nis edhe brandin. Po duheshin edhe ana financiare, sigurisht. Po, ana financiare, po. Direkt pas shkollës, nga punuar në një kompani që ka qenë me veshje, edhe kjo më ka ndihmuar pak me kontaktet e supply. Ke punuar në vetë tjetër apo të dyja në të njëjtën punë? Pas shkolle? Eda. Jo, vetëm undam. Undat pastaj pas shkolle. Filluat punë të ndryshme, normalisht s'mund të punoni të njëjtën punë. Ku filloi njëra dhe ku tjetra, dhe sa e vështirë ka qenë për të filluar në profesionin tuaj punë në Stockholm? Eda ka patur linjë biznesi, unë kam qenë mësuese matematike. Komplet ndryshim. Mësuese matematike ke punuar. Vazhdon të punosh edhe sot? Jo, pas biznesit, pastaj pam që biznesi ishte ajo që më pëlqente më shumë edhe. Po e kam bërë për 4 vite. 4 vite mësuese, në cilat klasa jepi mësim? Të 8 dhe të 9, ka qenë 9 vjeçare. Ka qenë eksperiencë e bukur? Ka qenë eksperiencë që më ka mësuar shumë. Shumë, jashtë profilit tim, po që më ka mësuar shumë dhe besoj, dhe realisht i përdor të njëjtat aftësi që ka marrë nga eksperienca edhe në biznes, pavarësisht se janë 2 gjëra të ndryshme. Më trego pak, si është jesh mësuese në Suedi? Çfarë ndryshimesh duhet të ketë me një mësuese në Shqipëri? Nuk e kam provuar, me thënë të drejtën, mësuese në Shqipëri, por... Po, ke patur mësuese këtu? Po, ka patur mësuese. Kështu që të është kujtuar eksperienca. Është shumë të rep të Shqipërisë, më duken mua. Janë më të rep të? Më të rep të Shqipërisë. Do me thënë, nxënësi konsiderohet totalisht ndryshe, si konsiderohet në Shqipëri, më duket. Ka pak ndryshim.
Kam dëgjuar për shembull që mësuesit nuk i mësojnë le themi ato teori të vështira që ndoshta mund të jenë. Është më shumë praktika, është më shumë praktika në teren, në balë, në shi. Edhe nuk janë me sa di dhe me sa kam parë, nuk është sistemi aq i vështirë, I Shqipërisë. Sistemi i Shqipërisë. Është shumë sistemi i vështirë. Ishte pagë mirë mësuesja? Është pagë mirë, po, nëse jeni atë fazën që sa mbaron universitetin dhe të duhet të kursesh për të krijuar diçka të tënden, siç ne me këtë plan kemi ecur, është pagë mirë, po, ja del të jetosh mirë dhe të kursesh. Edhe të kursesh. Dhe ti kurseve dhe i bashkove kursimet me gjithë punën e Edës për të hapur biznesin. Tani, me sa e keni nisur biznesin? Sa i vëshdashur për ta nisur? Të futemi pak në detaj. 10.000 euro. 10.000 euro e kemi nisur biznesin tuaj. Biznesi mund të veshje ishte të brendshme intimo për të qenë më femërore. Kush i dizenjon? Të dyja. Ne kemi punuar me mentor suedez, kemi fituar një konkurs, dhe na u dha një vit mentori për të mësuar për trekun suedeze, për si funksionojnë gjërat. Që na ndihmoi shumë. Na ka ndihmuar shumë. Një fillim shumë i trajnim para. Kemi bërë trajnim për biznes. Na duhet të njihnim tregun, na duhet të njihnim konkurrencën, pastaj stili, kështu që na ndihmoi shumë. Na ndihmoi projekte. Familjarët tuaj ishin mbështetës çfarë Absolutisht, po, që në fillim. Ishin skeptik, po që do bëni në Suedi të hapni biznes? Jo, nuk kanë qenë fare, kanë thënë, nëse do bëjeni. Edhe kanë qenë gjithmonë shumë sportiv. Jemi mësuar se dhe familja ka qenë me biznes, babi ka biznes mbi 30 vite tani, dhe mësuar me atë frymën që donim diçka të tonë dhe të punuarit fort. Nuk i erdhi shumë surprizë pjesa që do hapim biznes, sepse janë mësuar që pastaj ne këtë ide kemi patur shumë që të vogla kemi patë këtë idenë që do hapim diçka bashkë. Mendojmë se jemi shumë mirë bashkë dhe kombinohemi shumë mirë tek mënyra si punojmë, edhe pse jo. Në një të ardhme kur secila të krijoj familjen e vet. Si e keni menduar këtë lidhjen kaq të fortë, të biznesin që u mban të dyjave bashkë në çdo moment? Biznesi të vazhdoj, pa diskutim. Nuk do të pengoj. Nuk besoj të na pengoj. Besoj nuk do bëhet pengesë. Nuk e di si, po nuk besoj të na bëhet pengesë. Pjesa që të kemi dy familje të ndryshme absolutisht. Besoj se karriera është diçka tjetër edhe familja ka pjesën e saj në jetë. Kështu që secila plotson njëra tjetrën, nuk kemi pse i ndajmë. Ka 3 vite ky biznes që është në Suedi. Si ka ecur shitjet? Faktikisht ne jemi përgatitur nga mentorët, jemi përgatitur që vitin e parë të punoni fort, po nuk do i shikoni ato të ardhura që si duket nga jashtë, që sa bukur, sa të ardhura, ne kështu jemi përgatitur. Por ne ka qenë pak ndryshe me thënë drejtën. Biznesi eci shumë mirë që vitin e parë. U përkushtuam shumë tek biznesi. Atë vitin e parë kemi bërë mbi 5 evente në vit që kanë qenë të mëdha për Stockholmin. Kështu që ju quat brandin tuaj personale quat në evente të ndryshme kulturore, apo jo? Në qendra tregtare. Në qendra tregtare janë Stockholmit. Po, 2 herë në javën e modës, në qendra tregtare që janë të mëdha. Dhe një herë kemi bërë një pop-up në qendër të Stockholmit. Është një zonë që mbajnë ja firma të mira. Kjo na ka ndihmuar shumë, përveç fakti që kemi punuar me influencer që njihen, edhe me stilist. Stilist të njohur që i kanë ardhur dhe kanë vlerësuar brandin tuaj. Do ta vazhdoni në vitet në vijim? Absolutisht. Por derisa tani është dhe më i konsoliduar, sigurisht që keni menduar që ta përhapni dhe në vende të tjera? Shqipëria është vendi i dytë që po mendojmë. Po mundohemi, kemi një muaj që kemi nisë, kemi pak kohë që kemi nisë në Shqipëri. Po planet për ta vazhduar në Mali janë shumë të mëdha. Kemi shumë goxha plane për produktet, për vendet, për strategjitë, kështu që më duket sikur nuk kemi bërë asgjë. Sigurisht diçka e vogël në fillim, por që ka shumë mundësi dhe kemi plane shumë herë më të bukura për. Po ka nisur nga zero gjithçka keni investuar edhe nga punët e mëparshme. Anja punoi mësuese pas shkollës së lartë, ndërsa Eda marketing për një kompani me veshje. Dhe kush investoi më shumë nga rroga?
të biznesit? Pra 10 kanë qenë 5-5 në mënyrë të barabartë, apo? Me thënë të drejtë nuk i kemi vënë rëndësi, asnjëherë nuk i kemi kushtuar rëndësi që po pse dhe ti, nuk e dim nga erdhën, nuk e di nga sa përqind deri nga kush. Thjesht kemi bërë bashkë, u bëm bashkë, çfarë do bëjmë me këtë lekën që kemi mbledhur dhe vendosëm të investonim. Ajo garderoba juaj që duhet të jetë shumë e madhe, besoj, se jeni goca të reja dhe padyshim ju pëlqen e bukura, ju pëlqen moda, ju pëlqen veshjet e bukura. Si është ndarë? Kush ka më shumë, si i ndëroni veshjet apo keni të përbashkëta? Jo, i ndrojmë. I ndroni, këmbeni. Nuk kemi nga këtë që pse ma more. Jo, nuk e kemi problem fare. Jo, i ndrojmë gjithmonë. Bilesë shumë mirë, kemi më shumë roba, kemi shumë mundësi kombinimesh, kështu që nuk e kemi problem këtë. Tani nga ju të dyja, kush është më kokëforta? Me raste, të dyja do thoja. Të dyja jemi. Ka momente që nuk e toleroj fare. Do thëmë, vjemi të ai mendimi jonë dhe mendimi im dhe... Na duhet shumë arsye për të bindur tjetrën ndonjëherë. Ndonjëherë jemi shumë të ngjashme në mendime, duam një palë të tretë ndonjëherë, që të thoj kush është pak më drejt. Nuk e keni aty? Një palë të tretë? Palë të keni një sy të tretë? Kemi gjithmonë. Kemi gjithmonë, po në moment flasim, kur na duhet të vendosim të marrim një vendim të shpejtë, atëherë jemi... Është gjithmonë motra, kemi motrën e madhe për këto vendime, që është gjithmonë në telefon. Pra ju keni dhe një motër tjetër? Po, kemi dhe një motër tjetër. Edhe një pa. Edhe një 4. Po, jemi 4. 2 binjak dhe 2 fëmijë të tjerë, që janë më të mëdhenj se ju, apo jo? Ata jetojnë këtu? Ata janë, motra është 10 vite më madhe, jemi më të voglat. Motra është në Gjermani, vllai në Shqipëri. Pra motra, vllai dhe pastaj erdhën 2 binjaket e familjes. Po, e donin një të tretë, edhe doli një surprizë. Dhe kaq të bukura dhe kaq të afta. Shumë sukses e goca. Edhe përhapeni sa më shumë, duke qenë se ju përket edhe me studimet tuaja, ky biznes, kështu që besoj se ju ka vletur ato vitet e shkollës për ta menaxhuar më së miri biznesin tuaj dhe për të qenë fitimprurës. Ja vlen të bësh në Shqipëri një biznes të hapësh, me qenë se keni filluar, jeni në hapat e parë për të studiuar tregun në vendas? Absolutisht po. Unë mendoj në qoftë se ke pasion diçka dhe në qoftë se punon fort, diçka shumë e arritshme. Shumë suksese. Faleminderit që erdhët në Rezenton, shumë suksese në punën tuaj. Ne do të përshëndetemi së bashku me publikun, kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.